Tingujt e Çajkovskit dhe Schubertit mbushën ambientet e katedrales Shën Lucia në Durrës, në një atmosferë të ngrohtë që shënon hapjen e edicionit të 20 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së Dhomës, Chamberfest Durrës. Trioja austriake Amadeus e përbërë nga violinisti i njohur Wolfgang David, violincilisti Wolfgang Panhofer dhe pianisti Bernhard Pars dhuruan për publikun emocione të forta. Violinisti Wolfgang David ndan kujtimet e rikthimit në Durrës. Unë kam luajtur në koncertin e parë të këtij festivali 20 vite më parë. Atmosfera ka qenë e mrekullueshme. Sigurisht, nuk e besoja se pas 20 vitesh do të kthehesha përsëri. Dhe është një nder i madh të luaj përsëri në koncertin hapës të këtij festivali. Festivali është zhvilluar shumë gjatë kësaj kohe, Shqipëria po ashtu. Tani arrij ta dalloj edhe më mirë se sa i lidhur është ky vend me Austrinë dhe me gjithë Europën. E pranishme në koncert ishte edhe ambasadorja e Austrisë në Shqipëri Monika Zags, e cila vlerësoi veprimtarinë kulturore dhe shprehu kënaqësinë për mbështetjen që ambasada austriake i ka dhënë këtij festivali ndër vite. Yes, absolutely. So we are very happy. Këtë vit është edicioni 20 i Festivalit të Muzikës së Dhomës dhe jam shumë e kënaqur që jam këtu si përfaqësuese e ambasadës austriake. Ne kemi mbështetur festivalin që nga fillimi i tij. Veçantia e kësaj nate është fakti që 2 nga muzikantët që do të performojnë sonte kanë qenë pjesë e edicionit të parë të festivalit 20 vite më parë. Kjo tregon lidhjen që muzika mund të krijojë mes muzikantëve, mes njerëzve dhe gjithashtu mes 2 vendeve. Katedralja Shën Lucia me arkitekturën dhe akustikën e saj të veçantë u kthye edhe një herë në një tempull të muzikës së dhomës, ku publiku përjetoi emocione të pastra dhe ndjesi të thella.